Betejë për Çajirin ka qenë tema e emisionit Debat në Shenja, ku ishin të ftuar kandidatët për këtë komunë, ai i Aleancës Kombëtare për Integrim Bujar Osmani dhe kandidati i Vlenit Izet Megjiti. Ndo nëse janë zgjedhje lokale, kandidati i AKI-së Bujar Osmani foli edhe për politikën në nivel qendror. Ai tha se kjo qeveri bie më 19 tetor, duke shtuar se siç tha Osmani, do ta rrëzojnë qeverinë më anti-europiane e anti-shqiptare që ka ekzistuar ndonjëherë. Kjo qeveri bie me 19 tetor. Për shkak se njerëzve u kam thënë një e dalur në vend votim, ne do arrijmë shumë fitore. Në 1 do e çlirojmë Çajirin pas 20 viteve kapje, në 2 do e rrëzojmë qeverinë më anti-europiane dhe më anti-shqiptare që ka pas ndonjëherë, dhe 3 do e thejmë në idenë e cila don ne të na poshtron dhe të na shndron në pakicë. Nga ana tjetër, kandidati i Vlenit Izet Megjiti tha se vendi nuk ka nevojë për zgjedhje, por ka nevojë për zgjidhje dhe për realizim të programit dhe të premtimeve. Kryeministri Kristian Mickovski para 2 ditëve shkurt qartë tha që nuk do ketë zgjedhje të parakohshme. Të njëjtën e thash edhe unë, domethënë si zonës kryeministër, vendi nuk ka nevojë për zgjedhje, ka nevojë për zgjidhje, domethënë dhe për realizim të programit dhe premtimeve që i kemi premtuar para qytetarëve. Ndërkaq, sa i përket zgjedhjeve lokale, të dy kandidatët një zëri premtuan rregullim të infrastrukturës, investime në arsim dhe shëndetësi dhe kushte më të mira për bizneset që gravitojnë në komunën e Çajirit.